Por, kryefjala e fjalës time në Sarajevo ishte Shqipëria në sallën e urgjencës. Unë paraqita situatën reale në Shqipëri, ku 10 mijëra dhe 100 mijëra qytetarë janë ngritur kundër regjimit, janë ngritur me kërkesa të drejta, dorëheqjen e Edi Ramës dhe anullimin e atyre ligjeve që janë një shkelje flagrante e ligjeve kushtetuese të vendit dhe direktivave kryesore të Komisionit Evropian për mjedisin, për trashëgiminë kulturore, për mbrojtjen e natyrës. Denoncova me forcën më të madhe qëndrimin e papërgjegjshëm të Edi Ramës ndaj protestuesve dhe kërcënimet, talljet, fyrjet, etiketimet që i bën protestës rinore qytetare më të fuqishme që ka njohur vendi.